Në rregull, po vjedhja do të paraqitet në gjyq, kishte thënë i akuzuari për vjedhjen e thyrje dhe grabitjet të një bankomati në shtetin e Austrisë. Ideatori i grabitjeve të stacioneve të zjarrfiksve dhe një bank në Burgenlanden Veriur, Austri, ku vodhen më shumë se 90.000 euro, është dënuar me 3 vjet e gjysmë. I dënuari kosovar është dakord me këtë. Kosovari më parë banori i Burgenlandit Veriur thuhet se ishte kthyer në atë e tij për të kujdesur për nënën e tij të sëmurë, transmetojnë mediat, por ai në një ekspert i hortikulturës po kërkohej me një urdhër arresti ndërkombëtar. Çfarë bën dikush në një situatë të tillë? Thjesht një telefonat në rregull po vi dhe pastaj sigurisht do të paraqiten për procesin e gjykatën e landit në Esentadit, shkruan mediat.